Kryeministri Edi Rama ka prezantuar paketën e maleve, teksa ka sqaruar se ka një afat prej 45 ditësh për të pritur kontekstimet e personave që kanë pretendime. Pati 800 shprehje interesi nga shumica dërmuese shqiptarë jashtë Shqipërisë, flet vetë për fuqinë të rejse që ka kjo paketë. Por nga ana tjetër, e bëjmë këtë takim sepse kemi shqetësimin që po ecet me një ritëm jashtëzakonisht të ulët në raport me atë që paketa vetë ka në thelb, shpejtësinë në kuptimin e një burokracie të lehtësuar maksimalisht dhe shpejtësinë në kuptimin e mundësisë për t'i dhënë një përgjigje shumë të shpejtë atyre që shprehin këtë interes. Dhe kjo vonesë është dekurajuese për ata të cilët tani më e kanë quar sinjalin e tyre që janë të interesuar të hynë në këtë proces dhe prej disa muajsh nuk kanë marrë akoma përgjigje. I ashpër është treguar edhe me kryebashkiakun e Kuçovës Kreshnik Hajdari, sa i takon ligjit për paketën e maleve. Rama akuzoi Hajdarin se nuk ka kuptuar ende paketën e maleve, përsa kohë ky i fundit pret përgjigje nga ASHK-ja.